Dalja e këtyre dosave, qëllimi i tyre është që të na tregojnë që ky pushtet i Perëndimit, pra, është në këtë degenerim, pra, pre pedofilisë, pre gangsterizmit, pre abuzimit, pre deformimeve psiqike nga më të ndryshme perverset. Dhe kjo po bëhet për të legjitimuar këtë që ndodh. Sepse në momentin këto janë dosje penale, pra këto duhet ishin subjekt i një gjykate penale. Dhe gjykata penale duhet i merrte të gjitha ata persona të cilat kanë emër në këtë dosje, duhet i thrisë dhe t'i merrte dhe t'i akuzon se bëhet llaf për pedofili, më e pakta. Këtu. Dhe të gjitha liderët kryesorë duke nisur nga Trumpi dhe të gjithë poshtë janë pjesëmarrës në këtë. Dhe janë apo janë vërtet ai mbetet një gjykatë ta vërtetojë. Nuk mund t'i lihet një publiku. Publiku t'i lihet me qëllim që publiku të egërsohet dhe këtë egërsimin e publikut ta menaxhosh. Dhe në momentin që ti e menaxhon nëpërmjet mediave dhe nëpërmjet këtyre lëshime egërsimin e publikut, të mërzitjen e publikut, atëherë çfarë bën? Ti vonon dhënien e përgjegjësisë. Dhe vonimi vonosa e dhënies së përgjegjësisë do të thonë që të vërtetën ti e kthen nga parim e kthen në spektakël. Sepse në momentin që të vërtetën e merr në dorë publiku, i cili nuk ka asgjë në dorë për të dhënë një verdikt mbi këtë të vërtetë, ajo kthehet në spektakël. Pra unë e ti diskutojmë se kush është e vërteta. Ndërkohë që këtë të vërtetën jemi marrë vesh në këtë botë që e vendos një gjykatë. Pra në momentin që gjykata ja heq vetes edhe ja kalon publikut, atëherë kjo kthehet në spektakël. Dhe kur kthehet në spektakël bëhet për qëllime politike, për të vazhduar për të mbajtur pushtetin dhe për të treguar që kjo gjë po legjitimohet sepse ti e legjitimon këtë gjë. Përfundimisht pra, e bën diçka normale kur e kthen në bisedat normale këtë gjë, të bisedojmë për këtë që ka ndodhur, për këtë pedofilinë, për të gjëra kthen dhe kjo tregon që njerëzimi po rrshket në atë që quhet pathokraci. Çfarë? Pathokraci. Që është? Pathokracia është një sistem qeverisës ku një minoritet njerëzish, pra një minoritet i vogël njerëzish me devijime, të cilët vuajnë nga devijime patologjike dhe çorientime të personalitetit, marrin nën kontroll shoqërinë. Dhe aktualisht kemi në gjithë perëndimit, të gjithë drejtuesit perëndimor, edhe një pjesë e atyre lindor, edhe një pjesë e atyre arab, pjesa më e madhe atyre arab, janë njerëz që vuajnë nga këto çrregullime patologjike dhe çrregullime të sistemit të tyre personal. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi një të tillë, në Evropë kemi një të tillë, në Shqipëri kemi një të tillë. Pra, në Ballkan ka njerëz të tillë që vuajnë këto, që udhëheqin. Dhe kjo është pathokracia. Dhe kur pathokracia vjen në pushtet, do të thonë që këtu qeverisin këta njerëz me devijime në bashkëpunim me krimin. Dhe sot në Shqipëri, ne kudo shohim që po bashkëpunohet me krimin në mënyrë të tmerrshme dhe të frikshme. Pra krimi është shtrirë në qeverisje, sepse kemi këtë lloj qeverisje, këtë lloj pathokracie. Dhe kjo do të thotë që njerëzimi ka hyrë, tashmë është folur dikur, kemi folur për luftën e civilizimeve. Ka bërë edhe një libër Huntingtoni për plasje e civilizimeve. Sot po ndodh përplasje e civilizimeve. Me daljen e këtyre dokumentave, kjo është përplasje e civilizimeve, sepse po përplaset civilizimi perëndimor. Por përplaset me vetveten, me atë çka është e moralshme, pra me besimin fetar. Sot e vetmja gjë që ka mbetur morale, pjesërisht është besimi fetar, jo 100%, sepse edhe sot besimi fetar është degeneruar. Për sa kohë ti ke, për shembull, hoxhallar që merren me ndërtime pallatesh dhe leje duhet i marrin tek kjo qeveri e kriminalizuar, automatikisht ka rënë edhe ky besimi fetar në vende. Për këtë arsye, sot kemi këtë përplasje midis botës të pamoralshme, që s'është vetëm në perëndim, po shtuese është shtrirë në gjithë botën, dhe pjesës tjetër të botës, e cila po mundohet të ruajë moralin nëpërmjet fesë dhe parimeve fetare. Ky është përplasja e civilizimit që ndodh. Dhe edhe përplasja midis Iranit dhe Rusisë është pjesë e kësaj përplasje civilizimi. Irani dhe SBA-s. Po edhe midis Rusisë dhe SBA-s në Ukrainë është pjesë e përplasjes së kësaj civilizimi, sepse rusët kanë një qeveri etnofetare, pra të bazuar mbi çështje etnike dhe mbi fenë e tyre ortodoksin. Dhe përplasja është kristiano-judaizmi kundër ortodoksisë dhe kundër islamit. Pjesë më të madhe të islamit sunit e kanë neutralizuar, sepse një pjesë e mirë atyre udhëheqësve sunit i kishin në këto lista dhe ka mbetur Irani që është islami shit. Pra, përplasja është e degenerimit total aktualisht që ka zënë njerëzimin kundër fesë. Çfarë do të prodhojë ekspozimi i kësaj? Për mua është një bombë bërthamore në kuptimin është një bombë bërthamore e ekspozimit të lakurisisë të elitave. Është e qëllimshme sepse nuk nuk ka qëllim që këta të jepen drejtësisë ose të shërojë, ka qëllim që ta legjitimojë atë që po ndodh.
Sepse në rastin e do flasim gjithë do merrem me këto dosje, do merrem me këto ato automatikisht, pra t'ia heq këtë të drejtë drejtësisë, nuk është më të bëhet një çështje e normalshme, biseda shtavoline, mos ai përdhënoi këtë fëmijë, mos e përdhënoi këtë femrën dhe nesër kur ti të dëgjosh që u përdhënua një fëmijë ose një femër thua, mos se këta kanë bërë namin, kanë përdhënuar nga 100 këtu, përdhënuar një. Pra, po më thua është e kontrolluar dritan kjo. I hidhet me qëllim që të kontrollojë zemërimin, pra të menaxhojë zemërimin që kanë mbi masat, që kanë mbi udhëheqësitë politike të degeneruara moralisht. Që sot komandant kryesisht për vlerë do ketë nesër ajo, unë jam dakord me ato sepse janë pikërisht këto elita se ku e lexova që kanë sulmuar fjera vjen në Afganistanin për shkak se atje martohen me vajza 13 vjeçare, ndërkohë që bota apo dosjet Epstein ekspozuan pikërisht një perversitet të tillë mund në zemër të asaj që konsiderohet elita që udhëheq botën. Kjo e para kjo tregoi që bota nuk udhëhiqet nga këto idetë konspiracioniste që kemi neve që e vërtet që shërbimet sekrete i shfrytëzojnë këto gjëra. Po nuk është konspiracioni madh që shërbimet sekrete janë munduar të ngrejnë këto gjëra. Pra këtu kemi njerëz të cilët janë munduar të kënaqin perversitetet e tyre. Dhe po ti shohësh komunikimet e tyre emailë, nuk ka konspiracion në komunikimin e tyre emailëve të tyre, në komunikimin e tyre. Po nuk ka konspiracion. Janë të drejtë për drejtë. Pra janë të drejtë për drejtë, pra do të thotë që këta njerëz po kënaqin perversitetet e tyre. Pra, ky Epstein po më thua se shpesh i thon agent i cili ka kapur dhe shantazhuar një pjesë. Shërbimet sekrete në një moment caktuar kur kanë parë veprimtarinë e këtij që te ky njeri shkonin, mund ta kenë shfrytëzuar. Por konspiracioni është kur ti mendon që ky është ngritur nga shërbimet sekrete me këtë qëllim. Ti mendon që nuk është ngritur? Unë mendoj që nuk është ngritur nga shërbimet sekrete për këtë qëllim, por kur kanë parë rrethin e njerëzve që merrnin pjesë në perversitetet që ky zotëri organizonte, atëherë normalisht shërbimet sekrete kanë ndërhyrë këtu për të shfrytëzuar këto të dhëna, këto gjëra, këto filmime, këto biseda që atyre interesojnë nesër për të bërë këto sulmet në Afganistan, për të bërë sulmet në Iran, për të bërë sulmet në Irak, për të bërë sulmet në Siri, për të sulmuar Libanin, për të sulmuar Libin, pra të gjitha këto. Më mbrapa përdorën. Shërbimet sekrete po thua i kanë përdorur më mbrapa, por jo se janë krijues të këtyre. Pra nuk themi që kemi të bëjmë me një agent të... Nuk kemi të bëjmë, sepse nuk ka konspiracion, po të kishte konspiracion. Se disa quhen agent Rusisë, agent Mossadit, agent... Për mua nuk ekziston një tillë, për arsye sepse po të kishim konspiracion, në emailët e tyre do kishe marrëdhënie konspiracionale. Pra emailët e tyre nuk ka asgjë konspiracionale, pra shëmtuara të drejtë për drejta perverse. Perverse dhe asgjë konspiracionale, pra asnjë email deri më sot nuk ka dalë në 3000 dokumenta tash, edhe në 1000 ca që kanë shuar para ca kohësh, 4000 ca dokumenta, 5000 dokumenta, nuk ekziston asnjë dokument, asnjë marrëdhënie që thotë që të flitet me kode, jo. Me kode ose të flitet për një konspiracion që duhet të bëjmë këtë, që të shkojmë atje ose të bëjmë këtë që të bëjmë këtë. Jo, thjesht pasërti, pra ka një dokument këto që doli, thoshte zotëria këtu ngarkonte një person që monitoro thoshte Ukrainën, sepse atje korrupsioni është maksimal dhe kur korrupsioni është i madh, fitimi jonë është më i madh dhe mund të hyjmë dhe të kemi fitim të madh. Por kjo është konspiracion. Jam dakord, nuk është konspiracion. Dhe kjo, në rast se kjo merret të konspiracion, atëherë duhet të shohim termin konspiracion. Se kujt i përket. Pra këtu s'kemi konspiracion. Jo, sapo ka filluar dritan të dalë, jemi në për mua deri tash nuk jemi në nivelin e konspiracioneve. Jemi në nivelin e perversitetit, i cili po mundohet të legjitimohet dhe të bëhet diçka normale, sepse kur e thënte në biseda popullore që s'kan asnjë vlerë tjetër, pra nuk kanë fuqi bisedat popullore të ndryshme, atëherë ti e normalizon atë që ka ndodhur. Ndërkohë që ajo që ka ndodhur duhet të m'japi përgjegjësi para drejtësisë, ti nuk e çon drejtësi, po e hedh në popull që japi populli drejtësinë. Në rast se mbani mend, pra edhe juve do ta mbani mend, edhe unë kam hasur dikur, kanë qenë disa ato edhe që bëhesh në një gjyqje publike, pra këta që arratiseshin edhe i binin edhe i xhilnin para popullit. Dhe askush nuk merret me denore që të pyeste, po pse ikën këta djemt, që vendosën të arratiseshin. Jo, po të gjithë akuzonin si armiqt popullit partisë tradhtar, edhe në fund gjykata kishte lehtë. Merreshin me thelbin e problemit. Gjykata kishte lehtë ti dënonte këta, ëndë? Për antiparti, për anti-Shqipëri, për gjithçka tjetër, dhe jo të merrej me thelbin, arsyem se ai kishte ikur. Kjo është edhe qëllimi, pra, në moment që ti e bën publike, atëherë verdiktin e jep populli dhe aty e mbyllim. Edhe s'ka asgjë tjetër. Drejton të falenderoj shumë që të kishe. Faleminderit unë. Në këtë pjesë të dytë emisionit është bashkuar me mua studiuesi, shkrimtari, autori disa teksteve, zoti Lutfi Bilali. Zoti Bilali, kënaqësi që ju kam. Kënaqësia edhe nga ona ime, Redi, si çdo herë.
Zoti Bilali, do shkojmë me një herë tek situata në Iran për shkak se ka informacione nga New York Times, si gjithmonë kjo është referenca, që ka një lloj tërheqje të Iranit për sa i përket mundësisë për të suspenduar apo për të asgjësuar tërësisht atë që konsiderohet programi bërthamor, por programi raketor do të mbetet në, le të themi, në fuqi. Ndërkohë, prap nga New York Times ka burime që kur ka qenë Rusi sekretari i sigurisë kombëtare, i Këshillit Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, po ka takuar Putinin dhe ky mund të jetë edhe spekullim, sepse siç e tham jetojmë kohëra të çuditshme dhe ku mendohet se është diskutuar zhvendosja e 400 kg uranium drejt Rusisë. Pra, ajo që do doja të kuptoja në çpik të negociatave jemi, pastaj do të shkojmë tek, sepse kjo është e reja. Redi, ke drejt. Ka qenë e shtunë jam duket e kaluar që është pritur nga burimet të ndryshme, sidomos ato amerikane, që do ketë goditjen e mëngjesin e së dielës. Do thotë jetojmë në kohën tash të spekulimeve, të cilat duhet i marrim me rezervë, them drejtën. Edhe pse mendoj që rreziku është permanent për çdo minutë apo orë, mund të kem zhvillim të ri të ngjarjeve. Është interesante, më duket në një farë mënyrë dy figura të cilat mund të kanë ndikim të madh që të iket luftës ose ballafaqimit Amerik-Iran. Mendoj që nuk di kush i pari do godas, sepse mund të jetë edhe preventive Iranit që disa sekonda para të godas, të jap goditje preventive. Edhe pse mendoj që gjithë ata që bojnë krahasimin Iran-Venezuelë ose nuk e njohin problematikën ose mund të them është një lloj nonsensi, sepse është tjetër fuqi, është kapacitetet e Iranit. S'po flas në aspektin gjeografik, apo numrin banor, në 1.6 milion kilometër katror është, mund të them, në tër kapacitetet e saj dhe burimet e saj është një vend, mos flasim për kulturën dhe civilizimin persian. Por që do thotë është mund të them burim edhe i zhvillimit të shumë inovacione, qoftë në të kaluarën, por edhe tash. Por mendoj që teoritë që vijnë nga, siç e përmendët ju, nga prestigjozet amerikane, që mund të arrihet një dill, besoj që është ndoshta informacion që ja vlen të japet një koment, nga se mendoj që Irani s'pari është një arre fort. E dyta, ka dhe spekulime që Abraham Lincoln është tërhequr pa nga xhiri arabik, sepse kuptohet që do kenë stërvitjen paralajmëruar, stërvitjen për mesin e shkurtit, bëllin e oqeanin verior, që thotë përfshihet kryesisht dikon afër Pakistanit dhe Indis, manovra ushtarake kinezo-ruso-iraniane. Dhe kjo, nëse do jetë sakt që do ndodhë që janë paralajmëruar në mes të shkurtit, atëherë besoj që intervenimi amerikan do jetë i pamundshëm për këtë periudhë, nga se shërbimet amerikane me kohë dhe para 2-3 javë kanë dhënë sinjale që mund të jetë rrezikshme edhe për bazat amerikane, por edhe për vetë kapacitetet ushtarake, qoftë atyre të plan bazë apo edhe të çdo sistemi që amerikanët e kanë në detin arabik, por edhe për rreth komplet në këtë pjesë të lidhjes së mesme. Mendoj që Ali Larijani, i cili luan është krahi i djathtë, mund të them, me Ali Khamenei, vizitën në Rusi sipas gjitha gjasave ka bërë dhe dëshiron që të arrijnë një dill, siç e përmend ju edhe për bartjen e uraniumit, atyre 450 kg, të cilat sipas shumë njerëzve të kësaj problematike, Irani ka kapacitete që brenda orëve të prodhojnë 9 deri në 11 bomba.
Këtë do thotë Al Arabia apo Al Jazeera ka qenë një iranian, një ekspert i kësaj fushë që ka deklaruar që po ka kapacitete që ta bëjnë këtë për një kohë të shkurtër, por qëllimi i Iranit nuk është nga se caku nuk e ka, qëllimi nuk e ka që të përdoj një disa koka të tilla bërthamore, e cila me siguri besoj që është një lloj mbulese. A do ketë Irani mundësi të ikë atyre kushte, sepse nuk parashihet vetëm çështja e programit bërthamor. Amerikanë dhe Izraeli në Iran dëshirojnë që ta kenë edhe një pikë shtesë, sidomos për sistemin raketor, balistik, që të ndërprej këto programe, që është e pamundshme. Edhe Abbas Agassi, ministri i jashtëm i Iranit, ka thënë në bisedime duhet të jem të barabartë, jo me kërcënime. Dhe mendoj që do kemi situata me cilat besoj që edhe vetë Turqia është involvuar jashtëzakonisht në aspektin diplomatik. Mendoj ato linjat e komunikimit me palën amerikane, me qenë se Turqia në këtë situatë ka disa përparësi, sepse ka arritur që në aspektin gjeostrategjisë së saj me elementin kurd të krijojë disa përparësi, të largojnë nga Siria dhe të arritë. Por në Irak mendoj që ka një korrespondencë më të mirë pala turke. Por rreth Iranit besoj që Turqia do jetë për një sistem të tillë teokratik, të një regjimi të tillë, nga se mendojnë, po edhe vendet e gjirit mendojnë që ardhja në pushtet e një nacionalizmi të forcave që pretendojnë të jenë nacionaliste, persiane, do jetë ndoshta më rrezikshme. Por sidoqoftë për të qenë më i shkurt, mendoj që rreth situatës dhe atyre dialogime që bën nga një treshe, mund të them, kështu një diplomacie jashtëzakonisht aktive, mund të ketë gjasa që të prolongohet, unë mund të them drejtën e marr si prolongim, shtyrje të intervenimit, sepse ndeshja duket që është e paevitueshme e amerikanëve me Iran. Fakti që është përzgjedhur Turqia, fakti që Erdogan po bën një negociat personalisht me Trump edhe me Iranin për sa i përket mundësisë së një deali, fakti që kemi të përzgjedhur të njëjtët personazhe si Kushner, si Jared Kushner, dhëndri i presidentit Trump dhe zoti Witkoff, që janë të dërguar special të presidentit Trump si në Gaza, ashtu edhe në Ukrainë, i jep çfarë dimensioni mendon se i jep këtij konflikti dhe sa përparësi dhe në hartë të rëndësisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës e fut kjo mundësinë e një deali me Iranin. Po ka mundësi, sepse edhe në vetë, me qenë se dhëndri i Trumpit nuk është pjesë administratës, është këshilltari i tij, nuk ban resor ministror që udhëheq, por më duket që është duke luajtur një rol aktiv së bashku me Sven Witkoffin. Ka pas më duket një kundërshtim me J.D. Vance dhe Marco Rubio Kushner, sa i përket intervenimit, sepse ka interesa, kuptohet, dhe shumë kontrata të tim duket biznesore me vendet e gjirit. Dhe kjo më duket që paka shumë fut dilemat e tilla. Janë disa elemente që mund ta shtyjnë ose ta, siç thashë më herët, ta prolongojnë një goditje amerikane. Janë ato të cilat kanë të bëjnë, mund të them, sidomos me Epstein, me dosjen e tij, e cila në një farë mënyrë ndoshta kishte për Trumpin do të ishte ajo që do të humbe vëmendjen e opinionit, të goditet Irani dhe të harrohet ajo ngjarje e cila më duket që ka tërkuar ata që mendojnë se liderët e sotshëm ose më të fuqishëm botëror janë që sjellin stabilitet. Mendoj që marrëzia e tillë na përkujton 3800 vite të epokës së lutit. Kjo mendoj ndoshta është një arsye që mund të jetë ajo që favorizon ose jap pena që të mos kem goditje tash për tash. E dyta qëndron në atë që element dhe faktor të cilët kanë ndikim. Thonë drejtën, Iranin nga intervenimi mund ta shpëtoj, po që se kanë taman për një me, janë Kina dhe Rusia,
të cilat nuk besoj që hynë në luftë për Iranin, por me aktivitetin e tyre mund të jenë ato të cilat mund të ndikojnë, sidomos në atë që njihet furnizim me elektronikën e tyre dhe kapacitetet e tyre. Me duket që një sistemi radarëve Vostok i Belorusis ka hyrë në teritorin e cilën bashkë me bavarën 373, e cilën dorë në zemën qershor nuk ka qenë shumë efikase, por hyrja këtij sistemi të Belorusis besoj që është përforcuar dhe bile flitet që mund të kapen edhe valët e B-2-shit dhe lëvizja e B-2-shit dhe F-35-shit. Dhe kjo do thotë kapacitetet e saj. Irani ka shokuar botën me disa që është ndër faktor që mund të ndikojë që mos të kemi një intervenim, sepse mund të jenë edhe humbjet në palën tjetër. Është edhe raketa lëndruese ujore që quhet Abu Mahdi, dikon 1000 kilometra goditje. Dhe kjo ka shokuar, me thot drejtën, kjo inovacionit tillë i forcave ballistike. Mos flasim për Fata-2-shin që është hipersonike dhe është e pandalshme. Do thot domeni 1450 km, 1500 km. Do thot të gjitha këto faktorë mendoj që, por amerikanët më duket që është një shkrim i sekretarit të mbrojtjes amerikane, Pompeo, ku thot që jemi duke vepruar në brenda mënyrë të qetë dhe të fshehtë për të bundin popullor për ta sforcuar. Dhe paralelisht me goditjen të ketë edhe bund dhe lëvizje, sidomos në pjesë ku gjendet pjesë veri perëndimore, ato pjesë të kurde dhe pjesë të azero-turke dhe Paqelistani pastaj në pjesën me Pakistanin, pjesa e Tikumit Turkmenistanit në pjesën veri lindore të Indis dhe ato elementet arab do thot në disa zona të Iranit. Do thot gjitha këta element tregojnë që është një skenar që për të arritur deri te ajo që amerikanët e konsiderojnë si sukses të operacionit, mendoj që ato janë hesapet tyre që përllogaritin në këtë formë. Por mendoj që ato kemi një thyrje brenda apo rolin mund të thamë që mund të luaj në këtë drejtim. Shifni, Steinmeier ka dhënë një deklaratë interesante gjatë vizitës në Kinë kur është kritikuar. Dhe është prej haptas që Trumpi e ka mik të mirë Xi Jinpingun dhe do ta bëjë një vizitë prill. Kështu që mendoj që ndoshta janë disa element të forcave të ndryshme siç janë kinezët apo rusë që për hesapet e tyre mund të arrijnë diell më shpejt. Dhe këta janë faktorët, pa harruar dhe Erdoganin. Po, me që jemi të Rusia dhe Kina, si e vlerëson mundësinë e stërvitjes mu para hundëve të arabëmbajtëses apo grupit të zjarrit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Më duket që kjo stërvitje e paralajmëruar ka qenë më herët gjatë mujtë e kaluar në Afrikën e Jugut, atje në brigjet oqeanit, duke marrë edhe vetë Nikoqiri, Afrika e Jugut, e cila në një farë mënyrë më duket që po tregohet jashtëzakonisht qëndruese në sistemin mbrojtjen e BRICS-it dhe mendoj që së bashku me Brazilin. Pas këtyre tri vendeve të cilat realisht kanë arritur që ta demonstrojnë fuqinë e tyre, të marinjes së tyre dhe të gjitha kapaciteteve. Kjo është, mendoj që një pritje, parapritje, një parandalesë dhe tregim muskujve edhe palës amerikane. Edhe pse është një gjigant, më thëmë drejten, Abraham Lincoln si aeroplambajtëse që ka prodhimin startuar dhe hynë në vitet 83-84, hynë në shërbim 89-ën, 105.000 ton pesha e saj me kapacitetin 70-90 aeroplan dhe helikopter, 2.5 milion e shpenzime ditore të saj. Dollar? Çdo ditë ka shpenzime, nuk ka më rëndësi a kanë aktivitete operative, ose në asë lufte goditje, apo ato paqësore, aktivitetet e tyre kanë shpenzime 2.5 milion dollar në det. Sa avion kishte, zoti Bilali, sa avion 80-90? 70 deri 95 aeroplan dhe helikopter. Do thotë këto janë të llojet aktivitete e